Nëse dikush do të kërkonte një monument për degradimin e pluralizmit në Shqipëri, nuk ka nevojë të vërmojë në arkiva. Mjafton të shohë skenën tragjikomike të garës për kryetar në Partinë Demokratike. Aty ku dikur gjëmonin debatet e ideve të Gramos Pashkos, precizioni i Gens Rulit apo oratoritë e Sokollot Dashit, sot pllakos heshtja e turpshme, që thyhet vetëm nga e qeshura naive e memes Mereme Sela. Gara Sela Sala nuk është vetëm një fyerje për inteligjencën e opozitarëve që ende thurin ëndra në diellin e majit të vitit 2026. Kjo garë e shpallur mes Sali Berishës dhe Mereme Selës nuk është një proces demokratik, është një ekzekutim estetik i dinjitetit politik. Të bësh përballë një ujku të vjetër të politikës që ka konsumuar çdo pushtet dhe çdo krizë të tranzicionit, një kandidate që premton të mos mbaj hudhër për syrin e keq dhe ka një program për të vdekurit, është tallja më e madhe që i bëhet opozitarizmit. Kjo nuk është garë, ky është ritual vetflijimi, ku Meremja nuk është rivalja, por shiringa e adrenalinës për një kufon politike që kërkon të bindë botën se është ende gjallë. Gjendja ku është katandisur PD-ja sot ngjan me një spital ku pacientët kanë marrë në dorë administrimin e godinës. Doktor Berisha, i izoluar në kullën e tij të mërisë, kërkon të thyejë rekordin e shokut enver për jetëgjatësi në fron, duke u mjaftuar me doktoreshën e memeve. Meremja, me sinqeritetin e saj të frikshëm, është pasqyra më besnike e asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike, një strukturë e zbrazur nga elita, e trembur nga syri i keq dhe e bindur se pushteti i takon sepse ashtu i duket. Por fatkeqësia qëndronte fituesi i vërtet i duelit epik mes doktorit të rithemelimit Berisha dhe doktoresh Meremes. Ai është mbreti de facto i Shqipërisë, Edi Rama. Ndërsa në Partinë Demokratike luhet komedia Meremja kryeministre, në kryeministri 33.000 euroshe. Edi Rama tani duket se nuk ka nevojë as për makineri elektorale shtetërore, kur opozita e tij kandidon gjakun e ri të Meremeve, që merren me misteret e besimit dhe frikën nga magjit. Mesazhi që kjo garë jep popullit opozitar është i qartë dhe dëshpërues. Nëse kjo është alternativa, atëherë status quo-ja është shpëtim. Një parti që qan veten, PD-ja e vitit 2026, është një parti që ka eliminuar trurin dhe ka mbajtur vetëm instinktin e mbijetesës së kryetarit. Dueli me Meremen na dhuron thjesht një spektakël të shëmtuar, ku viktima e vërtet është shpresa e shqiptarëve për ndryshim. Nëse dikur PD-ja ishte lokomotiva e proceseve demokratike, sot është thjesht një vagon i mbetur në shinat e historisë, ku pasagerët e fundit po debatojnë nëse duhet mbajtur hudhër në xhep apo jo. Mjera ajo parti që katandiset në nivelin e Meremes dhe mjera i kryetar që ka nevojë për një Mereme që të ndihet i plot fuqishëm.